Këto 4 shenja do të marrin një mesazh që i trondit këtë fundjavë. Kjo fundjavë nuk është e zakonshme. Një energji e fortë lëviz në heshtje dhe disa prej jush do të përballen me një moment që nuk mund ta harrojnë. Një mesazh, një telefonat apo një rrëfim mund të ndryshojë mënyrën si shikoni dashurinë, të kaluarën dhe të ardhmen. Universi shpesh komunikon përmes njerëzve që rikthehen pikërisht kur mendoni se gjithçka ka përfunduar. Nëse e shihni këtë video, ndoshta nuk është rastësi. Qëndroni deri në fund, sepse një nga këto shenja duhet të bëjë një zgjedhje shumë të rëndësishme që mund të ndikojë muajt e ardhshëm. Mos reagoni menjëherë. Dëgjoni, kuptoni dhe vetëm më pas vendosni. Demi. Një mesazh që vjen papritur mund të lidhet me një person që ka pasur ndikim të fortë në jetën tënde. Ky kontakt nuk është i rastësishëm. Mund të jetë një rikthim, një kërkim falje ose një propozim që ndryshon drejtimin e planeve. Energjia të kërkon qetësi dhe maturi. Mos reago emocionalisht. Në dashuri, kjo situatë mund të sjellë qartësi dhe vendime të rëndësishme. Nëse je në një lidhje, kjo fundjavë kërkon komunikim të hapur dhe sinqeritet. Nëse je vetëm, një njohje e re mund të krijojë emocione të forta, por kërkon kohë. Në punë, një ide ose ofertë mund të vijë përmes një mesazhi. Analizo me kujdes çdo detaj. Financat kërkojnë kontroll dhe strategji. Universi të fton të besosh tek procesi dhe të mos nxitohesh. Ky është një moment për të ndërtuar stabilitet dhe për të vendosur kufi të shëndetshëm. Vendimet që merr tani krijojnë siguri për të ardhmen. Beso tek instinkti dhe mbro energjinë tënde. Binjakët. Një mesazh i papritur mund të ndryshojë mënyrën si shikon një situatë që të ka shqetësuar prej kohësh. Ky kontakt mund të vijë nga dikush që kërkon shpjegim, rikthim ose një fillim të ri. Energjia të kërkon të dëgjosh me kujdes dhe të mos reagosh menjëherë. Në dashuri, kjo fundjavë sjell emocione të forta dhe qartësi. Nëse je në një lidhje, një bisedë e thellë mund të forcojë besimin. Nëse je vetëm, një njohje përmes komunikimit online ose një mesazhi është e mundshme. Në punë, një ide ose projekt mund të marrë formë përmes një kontakti të rëndësishëm. Mos e nënvlerëso këtë mundësi. Financat përmirësohen nëse mendon strategjikisht dhe shmang vendimet impulsive. Universi të fton të besosh tek intuita dhe të mos kesh frikë nga ndryshimi. Ky është një moment për rritje, zgjerim dhe zhvillim personal. Vendimet që merr tani ndikojnë drejtimin e muajve të ardhshëm. Akrepi. Një mesazh që vjen këtë fundjavë mund të prek ndjenja shumë të thella dhe të sjellë transformim. Ky kontakt lidhet me të kaluarën, por qëllimi i tij është të hapë një rrugë të re. Mos e injoro, por as mos reago menjëherë. Në dashuri, kjo situatë mund të sjellë pasion, qartësi ose një vendim përfundimtar. Nëse je në një lidhje, një bisedë e rëndësishme rikhthen afrim. Nëse je vetëm, një person misterios mund të të dërgojë një sinjal të fortë. Në punë, një mundësi për ndryshim drejtimi mund të vijë përmes një kontakti të papritur. Analizo çdo detaj dhe mos lejo emocionet të ndikojnë vendimin. Financat kërkojnë kujdes dhe strategji. Universi të fton të besosh tek forca e brendshme dhe të mos kthehesh pas. Ky është një moment për transformim dhe rilindje emocionale. Vendimet që merr tani krijojnë një drejtim më të fortë për të ardhmen. Ujori. Një mesazh i papritur mund të të trondit emocionalisht dhe të detyrojë të shikosh një situatë nga një këndvështrim krejt ndryshe. Ky kontakt mund të lidhet me një person që nuk e prisje, një mundësi kreative ose një ndryshim që të shtyn të dalësh nga rutina. Energjia të kërkon të mos reagosh me impuls, por me qartësi dhe maturi. Në dashuri, kjo fundjavë sjell surpriza dhe emocione të forta. Nëse je në një lidhje, një bisedë e sinqert mund të krijojë një nivel të ri afërsie. Nëse je vetëm, një njohje e papritur mund të fillojë përmes një mesazhi.
Në punë, një ide inovative mund të çojë drejt një rrugë të re. Mos e injoro këtë shenjë. Financat përmirësohen nëse mendon ndryshe dhe merr vendime moderne. Universi të shtyn të besosh tek vizioni yt dhe të mos ndjekësh turmën. Vendimet që merr këtë fundjavë ndikojnë të ardhmen. Nëse ndjeve se ky mesazh ishte për ty, shkruaj në koment shenjën tënde dhe fjalën në mesazh për të aktivizuar energjinë e kësaj fundjave. Mbështete kanalin me një like, sepse çdo përqim ndihmon që këto mesazhe të arrijnë tek më shumë njerëz. Mos harro të abonohesh dhe të aktivizosh njoftimet për të mos humbur parashikimet ditore dhe javore. Shpërndaje këtë video me dikë që ka nevojë për këtë mesazh. Universi gjithmonë komunikon. Dhe këtë herë mund të jetë duke folur pikërisht me ty.